Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lusim së bashku me ju mbrëmësorin e dytë, e diel java 28 gjatë vitit liturgjik C, psalmet të marra nga java 4 e psalterit. O hy më eja në ndim, O Zot shpejto të më ndihmosh, lavdiati të birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O dritë trinia e lumnueshme dhe njënia kryesore, tani dielli zjarr tërhiqet, derdhe ndër zemra dritën. Në mëngjes me këngë të lafteve, e në mbrëmje ty të lutemi, lumnia jon ty lutse, lavdëroft në për gjithë shekuj. Krishtin dhe Atin lusim, të Krishtit dhe të Atit shpirtin, trinie e fuqishme së bashku, për gjitha ndis të lutemi. Amen. Antifona e parë. Në shkëlqime të shejta, Ati të lindi para agimit, aleluja. Psalmi 110, Mesia mbret dhe meshtar. I tha Zoti, Zoti tim, rinë të djathtën time derisa t'i vërë miqtë tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrijë nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisate, në shkëlqime të shejta, nga krarori para yllit të dritës unë të linda. Zoti ju përbetua, asesi zot të pendohet, ti e prift për amshem, në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën dënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhëtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj larg do ta ngrej kokën. Lavdiati të birit e shpirtit shejt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Në shkëlqime të shejta, Ati të lindi para agimit. Aleluja. Antifona e dytë. Luma e njeri që ka uri dhe etje për drejtësi, sepse do të ngihet. Psalmi 112, Lumturia e njeriu të drejtë. Luma e njeri që e druan Zotin, që knaqet në urdhërimet e tij. Fara e tij do t'jetë e fortë mbi tokë, do të bekohet breznia e të drejtëve. Pasuri e mirëqenie në shtëpinë e tij, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Ka lindur për të drejtët një dritë në errësirë, i butë i mëshirshëm është njeriu i drejtë. I ëmbël është njeriu që për dëllen e huajon, punët e veta i kryen me ndërgjegje. Ai askur nuk do të bjerë poshtë. Në kujtim të përhershëm mbetet i drejti, nuk i trembet lajmi të keq. E patranshme është zemra e tij, me shpresë në Zotin. Të fortë ka zemrën, nuk do të trembet, armiqtë e vet i bën asgjë. Është dordhën, u fal skamnorëve, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve, balli i tij ngallit për nder. E sheh bakeqi dhe hidrohet, me dhëmb kërcëllon e vyshket. Dëshira mëkatarëve shkon huq. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lum ai njeri që ka uri dhe etje për drejtësi, sepse do të ngihet. Antifona e tretë.
Shërbëtorët e Zotit të vegjël e të mëdhenj, lavdërojeni emrin e Tij. Aleluja. Kënga krahasos Bulesën, kapitulli 19, rreshtat 1 deri në 7. Dasma e qengjit. Aleluja. Shëlbim, lavdi dhe pushtet hyjë ton. Sepse gjyqjet e Tija janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja. Lavdërojeni hyjin ton të gjithë shërbëtorët e Tij. Të gjithë ju që e droni, të vegjël e të mëdhenj. Aleluja. Aleluja. Mbretëron Zoti. Hyji ynë i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja. Le të galtojmë e të përharasim. Dhe t'i japim lavdi atij. Aleluja. Aleluja. Sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja atij. Aleluja. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shërbëtorët e Zotit, të vegjël e të mëdhenj, lavdërojeni emrin e Tij. Aleluja. Leximi i shkurtër nga letra e Hebrenjëve, kapitulli 12, rreshtat 22 deri në 24a. I jeni afruar malit Sion, qytetit të hyjet të gjallë, Jeruzalemit qellor, numrit të pamas të engjive të bashkuar në fest, bashkimit të paralindërve, emrat e të cilëve janë të shkruar në qiell, hyjet, gjyqësarit të të gjithëve, shpirtrave të të drejtëve që ja arritën për sosmërinë, Jezusit, ndërmjetësit të beslidhjes së re dhe gjakut së Pikës që flet më mirë se gjaku i Abelit. Përgjigjja e shkurtër. Zoti është i madh e madhërueshme është fuqia e Tij. Zoti është i madh e madhërueshme është fuqia e Tij. Urtia e Tij nuk ka kufi. E madhërueshme është fuqia e Tij. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shenjtë. Zoti është i madh e madhërueshme është fuqia e Tij. Kënga ungjillare e Magnificat. Antifona. Njëri prej të gërbulurve quqërua nga Jezusi. U kthye tek ai duke brohoritur, lavdi hyjit. Kënga Virgjë Jerusaleme sipas Lukës ungjilltar, kapitulli 1, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brohorit hyjet shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtarën e vet të përvojt. Qëse që tani të gjitha besnit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi gjithë pushtetshëm. I shajt është emri i Tij. Mëshira e Tij brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve. I rrezoi princat prej franeve të tyre. E i lartësoj të përvojturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën. Si u pati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Njëri prej të gërbulurve që u shërua nga Jezusi, u kthye tek ai duke brohoritur, lavdi hyjit. Lutjet e besimtarve. Duke u gëzuar në Zotin, prej të cilit vjen çdo e mirë, ti lutemi përzemërsisht. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Zotri dhe ati gjithësisë, që e dërgove birin tënd në botë për t'i bashkuar popujt në lavdërim të emrit tënd, forcoje dëshminë e kishës sate në mes të popujve.
Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Bëj që të jemi të rënjosur në predikimin e apostujve dhe në harmoni me të vërtetën e fesë sonë. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Ti do të drejtët, ktheju të drejtën të robëruarve që pësojnë pa drejtësi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Liroj të burgosurit, jepu dritën e syve të verbërve, ngushëlloj të dëshpëruarit, mbroj të mërguarit. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Plotësoja mirësinë e fundit të ndjerëve, bëj që nëpërmjet birit tënd të arrijnë ringjalljen. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Aty që në qiell u shejtroft emri të ardë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Na prift o Zot dhe na përcjell për herë hiri yt dhe vazhdimisht na bëf të kujdesshëm, të kryejmë vepra të mira në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, së bashku me ju lutëm bremsorën e dytë e diel java 28 gjatë vitit liturgjik C. Ju ftoj të vazhdoni të shoqëroheni me programet e Radio Marisë së Kosovës. Një zë i krishter në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.